Doktor Fatlum Aziri është tashmë me mua në studio për të ndarë historinë e tij, jo të thjesht me shumë sakrifica, por mendoj që disiplina dhe fokusi që ai e ka pasur e ka bërë që të jetë këtu ku është sot. E për të ndarë gjitha këto është sigurisht vetë Fatlumi. Fatlum, kënaqësi të kemi sot për herë të parë në vendin tënd në Maqedoni për të ndarë në detaje, do thoja, rrugtimin tënd profesional, por edhe atë personal. Faleminderit shumë. Edhe për mua është kënaqësi për herë të parë intervistë në vendin tim. Unë e thash në vetë hapje që ëndra yte ka nisur në fshatin ku ti e lindur dhe rritur, në hotel të Kumanovës, por rrethanat nuk e kanë përcaktuar as pak ëndrën tënde të madhe, edhe nuk e kanë cenzuruar, do thoja, nuk e lejuar në asnjë moment që ndoshta të mendosh se bota është shumë e madhe për ty. Ti e ke dëshmuar të kundërtën. Më fol pak për fëmirinë tënde, si ka qenë fëmiria yte në Kumanov, në fshatin ku ti e lind dhe rrit, cilat janë ato kujtimet më të bukura që ti i mbart me vete, edhe pse tashmë jeton në një qytet shumë të zhvilluar, në një shtet shumë zhvilluar, siç është Gjermania dhe Düsseldorfi. Fëmiria në ato kushtet rrethanat tona në fshat ka qenë shumë e ëmbël, shumë e mirë. Thëmë drejtën, ndoshta sot edhe një fëmijë me kushtet maksimale do ta kish përjetu atë ndjenjë, po ka qenë me të vërtet diçka që shpesh kur vi për vizitë i kam atë nostalgjinë edhe besoj gjatë kohë meditoj me veten edhe nuk merr gjumë derisa të flet, a jam ky unë para disa viteve që kam qenë. A jam i njëjti person që këtu kam jetu, këtu kam përjetu fëmijërinë time, këtu kam bërë shkollën fillore, a jam i njëjti person që i cili sot e ndjen vete. Është diçka shumë e mirë. Fëmijëria e dim ne gjithë se standardet dhe kushtet tona ka qenë këto. Por me të vërtetë thëmë drejtën ka qenë një fëmijëri ndoshta e vështirë, por në aspektin e krijimit personalitetit dhe të formimit mendor dhe psiqik ka qenë shumë e fortë, që sot ndoshta fëmijët e gjeneratës së re nuk e kanë. Për arsye se jemi mësuar me atë që mos kemi, pak të kemi apo hiç mos kemi. Edhe të bëjmë diçka. Nga jo ta zhvillojmë një ëndër e cila do të na ndjek ose ne do ta ndjekim atë ëndrën për të jetën që tarmë do ta shndrojmë në sukses ose në karrierë. Jam plotësisht dakord. Po ndikimi i prindërve tu sa ka qenë fort në formimin tënd si person fillimisht dhe pastaj në zhvillimin e ëndrave tua. Cilat janë ato këshillat të cilat ty të kanë ndihmuar apo i ke pasi udhërrëfyes themi në rrugtimin tënd? Familja është shumë e shenjtë për ne. Dhe unë gjithherë pas gjithë këtij suksesi me të vërtetë e lë familjen si arsye ose si mbështetje kryesore që unë sot jam këtu. Ne jemi 6 fëmijë, nëna ime ndjer ka 15 vite që ka ndruar jetë, edhe babi është shoku im, edhe është një mbështetës shumë i fuqishëm në aspektin moral dhe psiqik. Ndoshta s'ka qenë aq shumë financiar, tash është në penzion, ka qenë arsimtar, por në aspektin moral dhe në aspektin psiqik është një mbështetës shumë i fuqishëm. Do të them që ne kemi një gjeneratë, unë gjithë du ta përmbledhë këtë sukses me atë qetësin se familja është gjithçka. Kemi një gjeneratë e cila ndoshta fatkeqësisht ngadalë është në zhdukje që sakrifikohen për fëmijët. Unë them që për prindit mi e di dhe e mendoj që ata kanë qenë me të vërtet një sakrificë për neve. Qoftë në ne ndjer që mundu për çdo fëmijë të bëjmë çdo sen, të shkollohemi, të vazhdojmë rrugën e arsimimit. Kanë bërë maksimum për ne që ne sot të jemi dikun dhe pastaj për atë arsye e lidh me familjen se kjo pjesë ka qenë një anë psiqike shumë e fortë, që çdo pengesë që më ka dalë rrugë në vazhdimsi, edhe pse dikush ndoshta mendon që në Gjermani shtet tjetër, gjuhë tjetër, pengesë tjetër, por me të vërtetë ka qenë diçka shumë e vogël. Për asaj që jemi formuar prej familjes, se kur ke prind të shëndosh dhe të japin një kulturë edhe një mbështetje psiqike shumë fortë dhe ti formohesh karakter shumë i fuqishëm dhe mësohesh përballesh me çdo sfidë, besoj që tarmën e ke shumë më të lehtë për të qenë aty ku je. Si çdo prind që ja dëshiron më të mirën fëmijës vet, ashtu ka qenë edhe për mua. Këshillat kanë qenë që puno, bëu punëtor, bëj mirëfill, bëj i sjellshëm, bëj i kujdesshëm, bëj sinqert me gjithë, mos mashtroh askënd. Ti je shumë i real ti që je, po parimet kryesore, njerëzore. Dhe kjo është trashëgimia më e pasur që mund ta kemi, unë mendoj nga prindrit tanë. E vërtet, po kjo fatkeqësisht kjo gjeneratë në largim, të themi fatkeqësisht, nuk do të përsëritet. Unë vetë kam 2 fëmijë dhe uroj që të njëjtën pak a shumë t'ja përcjell tarmëna janë shumë të vogël, por kur të rritën fëmijëve të mi, po me vërtet nuk do ta mund ta sjellim atë sakrificë që kena pas nga ana e prindve
Pasuria më e madhe që kemi trashëguar definitivisht. E përmendën nënën, ajo ka 15 vite që është larguar nga kjo jetë. Fatlum, të vjen keq që nuk arriti t'i shijojë ndoshta këto ngjitjet e tua dhe krejt këto sukseset tua shumë të mëdha. Patjetër që po unë besoj në universin që njeriu largohet ndoshta në formë trupore apo fizike në aspektin mendor, psiqik dhe emocional gjithashtu dhe në formën e meditimit ose besimin ton është një lloj komunikimi përmes emocioneve dhe ndoshta flas me atë që ndoshta dhe i shef, ndoshta dhe i ndjen, ndoshta dhe më ndihmon nga atje për këtë sukses, gjithashtu ajo ndjenja që krijohet se. Kjo është ajo lidhja që nuk duam ta shkëpusim asnjëherë me njerëzit e zemrës, dhe duam të besojmë në këtë. Që i kemi të paktën si energji për shumë e vërtet. Kjo është fakt dhe unë mbahem me atë mbështetje gjithse prindit mund të ndihmojnë ndoshta edhe kur nuk janë prezent këtë jetë fizike këtu. Jam plotësisht dakord. Fatlum, në vitin 2016 vendose që të largohesh nga Maqedonia drejt Düsseldorfit, apo jo? Më thuaj sa ka qenë vendim i vështirë ky duke ditur lidhjen e ngushtë që ti ke pas me familjen, cili ka qenë ai momenti, sepse ne diskutuam që nga studimet e tua ti ke qenë shumë i vendosur që pas studimeve do ta kërkoje fatin tënd jashtë Maqedonisë. Sa ka qenë vendim i vështirë ky? Realisht, kohën e studimit, unë jam gjenerat e parë e mjekësisë në Universitetin Shtetëror të Tetovës dhe në atë kohë, si gjenerat e parë me sakrificë shumë profesorëve tonë që mundoshin të na sillin një gjenerat shumë të mirëfillt, edhe një gjenerat shumë të përgatitur si për tregin vendor dhe atë evropian ose ndoshta botëror. Ka qenë ndoshta ofenduese të themi profesorëve tanë se profesorët mund do të largohen pas studimeve. Sa thëshin gjithatë mund që po e bëjmë dhe po ju përgatisim juve, nuk do t'ju lëmë tik në jashtë. Po, rrethanat ashtu siç e dini edhe ju në Maqedoni, politika, ndikimi politik në çdo gjë filluan vetëm të shuhet ëndra çdo studenti të mirë ose çdo studenti këtu në Maqedoni dal ngadalë. Pastaj me vazhdimin e studimeve, gjatë kohës studimeve e vëren se lind diku dëshira me një profesion, qoftë neurologjia, apo kirurgjia, apo pediatria, dhe me sa dukur në atë kohë e ndjesha veten se po se bona kirurgjin plastike, unë s'mund punoj si mjek, se nuk i di drejtimet tjera. Do të shpreh talenti po. Gjithmonë e ke ditë që do të studioj. Gjatë kohës studimeve kam dashur dhe kjo ka qenë një dëshirë, i thash vetes, e sfidova po ik për në Gjermani, po nëse mund ta marr këtë drejtim, nëse nuk e marr këtë drejtim, do të punoj diçka tjetër. Wow. Me të vërtetë, është për mua një sfidë shumë e madhe. Atje nuk është e lehtë, po ndoshta kur punon shumë edhe viktimizohesh për dëshirat e tua dhe ëndrat e tua, mund t'ja arrish, se unë e përdori një shprehje, them ndoshta ndonjëherë vjen diku gjuna të shef se aq shumë po mundohet ta afron një mundësi të vogël, në krahasim me këtu që është një vend ka qenë më herë ndoshta është përmirësu diçka. Besoj që ekziston meritokracia në vende tjera, se në vendin tonë ne po shohim se studentët veç më kanë humbur shpresën në shumë segmente. Fatkeqësisht po, edhe në Evropë pa dash me ik përpjekjes edhe në Evropë tash nuk është ajo që ka qenë para disa vite kur kam qenë unë, do të thënë është bërë një pezullim. Gjatë asaj kohe edhe vetëm, do të thonë vendosa unë për në Gjermani. Në atë kohë që kisha vendosur për Gjermani, u njoftova edhe me Delonën, me dashmen që sot është gruaja ime. Edhe e vendosëm po, nisën gjëra në bar, fakt, edhe vendosëm për të jetuar atje. Kemi pas mundësitë e rizgjedhjes për të ikë në një vend tjetër, për të u këtu ose për të qenë atje, po e vendosëm të rrim atje dhe vazhdojmë atje karrierën. Fillimisht unë kam punu 2 vite në kohën e para fillimit koronës, kam punu me një spital shtetëror në repartin internistik. 2 vite kam si punë në repartin internistik. Ajo ka qenë një përgatitje, ne i themi command rank, do të thonë i bie që 24 muaj është mirë çdo mjek të përgatitet dhe ta bën një çfarë trajnimi ose një punë çdo lloj reparti, kardiologji, pulmologji, intenziv, në emergjencë. Kjo është një formim shumë i mirë për mjek, por shumica mjekëve të rinj i ikun për të filluar direkt atë që duan të studiojnë ose të vazhdojnë si specializim. Po duke menduar vetë se duhet bëhem një mjek me të vërtetë shumë i mirëfillt dhe kem pas vete një njohuri dhe një bazament fuqishëm, kam dëshirë ta zhvilloj këtë pjesë dhe kam punuar 2 vite, domethënë edhe gjatë kohës koronës në një repart internistik, pastaj repartin e Covid. Po ka qenë vetëm ajo koha kaluese dhe brenda asaj kohe e vendosa që të interesohem më intenziv edhe t'ja ditë peshën më shumë kirurgjisë plastike, se e dija që nuk e gjej veten aty, po është
vetëm për të mbledhur një uri të bazë dhe për të qenë një mjek me të vërtet i formuar. Ka qenë shumë e vështirë të më drejtën, se çdo aplikim... Cilat kanë qenë sfidat e para Fatlom në Gjermani? Po, që dhe të thënë, çdo aplikim që kam bë, asnjëherë s'kam marrë përgjigje. Okej. Bëja aplikime për shembull për kirurgjinë plastike, asnjëherë s'kam marrë përgjigje. Ndoshta kanë qenë mbi 100 aplikime, asnjëherë s'kam marrë përgjigje, qoftë negative, qoftë pozitive. Ke kaluar në atë fazën kur ndiheshe apo dëshpëroheshe për faktin që nuk po merrje përgjigje? Apo kjo të ka shërby që mos të dorëzohesh, të një shtys në një farë mënyre, se do vi momenti, dikush do përgjigjet. E vërtet, këtu gjithë dhe isha vetës se s'jam djali i Hansit. Kjo ka qenë ajo... Në të vjen një moment kër i thua vetës, edhe Gjermania ata janë njerëz dhe e funksionon paraparsisht e njëjta. Për shembull, çdo spitalit ja di komplet timin se kush punon kirurgji plastike, sikur me thonë të Tom Kosovaro, atje në Düsseldorf, në Köln, në Essen, qytete të tjera, se u interesohesha. Pastaj i shohsha në internet kush janë këta persona, gjithë ishin fëmijët e profesorave, edhe që funksionon kjo. Në një farë mënyrë ngjajshëm, sistemi i ngjajshëm. Pak shumë sistemi është i ngjajshëm se e keq është ne nuk e njohim sistemin në vende të tjera të zhvilluara dhe gjithmonë besojmë që është më mirë. Kjo mund të jetë një nga shkaqet. Është mbrojtja e dhënave është më e madhe dhe ata që futen përmes rrugëve kolaterale, domethënë ata gjithë nuk flasin, të ne flasin shumë dhe ja bëjnë domin vetes. Kjo është ai dallimi unë e shoh. Okej. Dhe gjatë aplikimeve shifja që nuk është. Pastaj u interesova se kush nga akademit ofron për shembull trajnime ose mësime private për ta paguar, domethënë me vetë dëshirë për ta paguar për shembull shkollimin. Okej. Edhe mundova brenda asaj kohe ta zhvilloj pak dhe ta mësoj filozofinë e klinikave private. Se klinikat private ishin ata që ishin në trendin më të madh dhe bërshin numrin më të madh të operacioneve dhe ishë më prestigjioze të futesh te ta. Brenda kësaj kohe futën ata shoh filozofinë e klinikave private si funksionon dhe pas që ka disa mundësi për të futur për të bërë trajnime ekstra, për të kontaktuar disa profesorë personalisht përmes emailit që ofrojnë kurse trajnime. Dhe fillova të drejtën të bëj ato trajnime që ishin më të rralla dhe ato trajnime që nuk i ofronte çdo kush. Kjo ka qenë një trik që unë u afrova pak a shumë më afër kirurgjisë plastike. I bëna disa trajnime, u bëna antar i Akademisë Estetike Gjermane, e mundova ta pasuroj, domethënë si vjen time me më shumë trajnime dhe dhëna. Pastaj fillova më dërgoj aplikime klinikave më u thonë që unë e bëj këtë ju që se të ofroni. E kjo është momenti interesant kur ata shprehën interes për me marrë. Pra ti ofroje diçka ekstra ndryshe. E shifsha çka vjen diçka më e re që për shembull prej shteteve më zhvilluara Amerika ose shteteve të tjera, ka qenë atë kohë Rusia, po strategji që po më afru klinikave më afër. Pasi fillova në atë pjesë, bërë aplikimet, edhe pata sukses, fillova më herë kam qenë me një klinik tjetër që sot është një pjesë e konkurrencës aty ku punoj. Edhe fillova aty, po fatkeqësisht nuk zgjati shumë, një vit e gjysmë dhe u tërheqja nga aty. Aktualisht je i punësuar në klinikën më prestigjioze në Europë për kirurgji plastike, apo jo? E rizgjedhur nëse nuk gaboj 3 vite rreshtazim më e mira në Europë. Sakt. Pra në momentin e duhur të pas ka ardhur kjo. E vërtet. Si ndodhi kjo lëvizja nga ky spital të kaloje në spitalin konkurrent? Ne shqiptarët kemi temperament, punën atje që e bësha në klinik, mendoja dhe doja për vete që ta kem një çfarë standarde dhe ta kem një çfarë lloj autoriteti në punën që e bën. Ne shqiptarët jemi ashtu, ose duam të bëjmë diçka dhe të jemi më të mirët ose nuk të rriqemi mbas. Dhe gjatë asaj kohe në klinik ishte konkurrenca mes kolegëve shumë e madhe, pa drejtësi, gjëra të tjera dhe unë fillova të rriqem dhe kisha mendim që gjej diçka tjetër. Ëndra ime punson sot ku jam i punsuar në Medikalin, është një ndër klinikat qendrat më të mëdha për estetik në Evropë dhe më e mira. Ishte një ëndër ndoshta them shpesh e thësha vetes mos u fantazo se është e pamundur, thjesht shif një zgjidhje pak më mesatare dhe vazhdo këtu ku je rrugën tënde, se kur zgënjesh, nëse ndron shumë e zgënjesh, është gënjimi më i madh, trauma është më e madhe. Po besoj që ai zëri i mbrëmshëm nuk të ka lënë me u dorëzu. Asnjëherë. Të shkojë në diçka më poshtë se ajo që ti ke besuar që meriton. Gjatë asaj kohe që me punu shumë, pastaj ju kam dhënë edhe vetë mjekëve trajnime brenda asaj kohe, fillova të trajnoj edhe mjekë që fillestar që ishin dhe rastisht ka ardhur deri tek informata shefi që sot është profesor Dr. Atila, ka ardhur në atë informatën se është një djalë i ri që është shumë punëtor, shumë i talentuar, shumë i vullnetshëm dhe të them drejtë më kontaktuam vetë. Por mua që ishte që nuk musha ata besoj apo thjesht jam në iluzion. Po ndodhi që
Cilat kanë qenë ato mendime që të kanë ardhur në kokë në momentin që e mora atë telefonat? Gjatë kohës që po të bëhej oferta, sepse the edhe ti, tamam po e shijoja atë realizimin e një ëndre të përjetshme që ti besoj ke pas. Drejtën kur kam filluar punë dhe kur kam bërë prezantimin punë, prapë s'kam besu. Edhe pse është bërë prezantimin punë, është bërë në website, është bërë për shembull në faqen zyrtare, unë kam bërë videon e shifsha vetëm, po prapë nuk musha me besu se jam këtu. Të them sinqert, ndoshta ka qenë ajo dëshira shumë e madhe dhe pastaj kur realizohet aq shpejt, ndoshta pak çështja edhe fati, ja loj gjithë asaj, nuk e musha vetë ta akceptoja pjesë e ka kalu kaq shpejt. Po gjithsesi fillova atje dhe fillova të njihem me të vërtet nga afër me kirurgji plastike, me teknikat më të reja, metodat më të reja, njihem me pacientat cilët janë Hollywood star që vinë atje, kemi pas. Unë do kisha dashur si gazetare të pyes për emra, por e di që kjo është e pamundur sepse është pjesë e marrëveshjes që keni, që nuk guxojmë të përmendim ndoshta emrat hollywoodian që i keni trajtuar aty. Në Gjermani kjo pjesë konsiderohet me shumë kujdes për arsye se ligji i mbrojtjes dhënave është shumë i strikt dhe më thënë nuk lejon vetëm në qoftë se pacienti rrezikon bile ta humbësh edhe licencën nëse nuk gaboj apo. E vërtetë, shumë informate saktë Flora, do të thonë nuk e drejt. Kemi pacienti drejt bëj gjithçka, po privatësin duhet ta rush, do të thonë maksimum. E qartë, okej. Tani dua të flasim për një moment shumë të rëndësishëm të karrierës tënde. Do shkojmë bashkë deri në Afrikë. Ne kemi edhe mbulime. Ky ka qenë besoj një akt shumë i rëndësishëm për te profesionit. Unë mendoj që kjo është diçka shumë e madhe. Ka kaluar në njerëzillëk, do thoja unë. Ju aty keni trajtuar, nëse nuk gaboj, përafërsisht 200 fëmijë, njerëz atje me sëmundje patologjike nga më të ndryshmet. Na sqaro pak për këtë angazhim humanitar që i keni pas atje, dhe nëse nuk gaboj keni qenë vetëm 5 mjek nga Europa dhe 5 mjek nga Shtetet e Bashkuara që kanë qenë top 10 mjekët më të mirë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Profesor Dr. Atila ka disa vite që shkon, domethënë, në Afrikë dhe ju ndihmon fëmijëve së bashku me Dr. Michael Obank nga Amerika. Ata kanë krijuar një çfarë agjencioni për ndihmës, domethënë ndihmë humanitare që u bën fëmijëve me patologji të ndryshme, tumore, djegje dhe anomali tjera. Dëshira ime ka qenë shumë e madhe për shku, po unë atë vit që fillova, domethënë vitin tjetër e kisha mundësi dhe unë isha vitin e ditë specializimit dhe më tha që puno, mëso shumë shpejt që vitin tjetër të mund vish se atje operon vetë. Nuk e ke mundësinë që është me asistencë një profesor ose dikuj tjetër. Nëse zhvillohesh në atë formë dhe në atë kohë të shpejt mund të vish. Dhe ëndra ime është, thëmë drejtën, që të ndihmoj edhe unë sa do pak të kontribuoj në atë pjesë dhe isha pjesë e ekipit, domethënë, të Medicalim dhe Restore Europe dhe Restore World. Ne kemi edhe fotografi tjera që ndoshta edhe më mirë e tregojnë këtë që po e thotë. Është një ndjenjë, thëmë drejtën, unë ka edhe agjencione të ndryshme paka shumë që japin një çfarë ndihmëse, unë ndonjëherë kam menduar ndoshta naiv, kam thonë kjo është çështje marketingu, të them sinqert, jemi realt. Po kur shkon atje vetë dhe shef micën çfarë gjendje janë dhe si e bëjnë jetën me të vërtetë, ka qenë një tromë shumë e madhe. Ndoshta cili ka qenë ai momenti që ndoshta të ka ndryshuar në ndonjë segment të jetës kur je përballë me atë realitet atje dhe ke pa krejt atë që ne e shohim vetëm nga telefonat, nga ajo çfarë na servohet në media. Mirëpo është ndryshe kur e përjeton, besoj dhe ke nga afër gjithë këto fëmijë të cilët vuajnë në mënyra të ndryshme. Pas disa minutave janë çështje sekonda që njeriu i përjeton dhe kam thënë vetes asnjëherë s'kam mua anku që në Maqedoni dhe në Kosovë nuk është mirë. Kjo ka qenë momenti kam thënë që ne jemi shumë para, ka qenë luks, domethënë standardi i jetës tonë ne me atë me krahasu me Afrikë, me të vërtetë jemi domethënë luks ose ndoshta mund vuajmë vetëm për luks, jo për gjëra tjera. Ne jemi rast dhe gjirë tjetër, për shembull oraret e punës kanë qenë gjata, ndoshta brenda kohës prej spitalit që dishim për me shku te Mithon Hotel, sa s'ka qenë hotel lloj garazhi ku kemi flet. E shifin se jenë gjirë tjetër e racës, kërkëshin për shembull nanat i qumsht, ose kërkëshin një ndihmë për qumsht që mund t'i ofrin fëmijëve. Ka qenë, domethënë, një varfëri e skajshme atje dhe shkaku që nuk i kanë kuzhinat në atë formë që mund përgatisin në ushqim dhe mos lëndohen, ndoshta atje numri i djegëve të fëmijëve është shumë i madh. Shkaku që aty lujnë, aty gatojnë, edhe fatkeqësisht shumica janë për ekstremitetet. Dhe në të vërtetë ka qenë një ndjenjë e papërshkrueshme në aspektin pozitiv që ka mund me kontribu diçka të më përu fëmijë me ndihmu, por në aspektin emocional thëmë në të vërtetë më ka dhe shko derisa qetësohem edhe falenderoj Zotin për atë në sot që kemi dhe gëzojmë këtu. Edhe
t'jem edhe më punëtor, se kam mendu që ne kemi shumë atlet për të arrit diçka dhe me pak punë më rrim shumë gjëra në krahasim me ata, se mungon gjithçka atje. Me të vërtet mungon gjithçka. Është shumë e vështirë. E besojmë këtë. E përmendat që janë kry 200 operacione. Më thuaj cilat kanë qenë operacionet më të vështira që ti ke kry gjatë kësaj periudhe dhe gjatë të qëndrimit të në Afrikë? Çdo operacion ka qenë i vështirë emocional, jo profesional, për arsye se këtu nuk kemi përdor narkozë. Mjekët e narkozës nuk ka pas që ke mund fëmin me fut komplet narkozë, por shumë nëse ka qenë vetëm një djegje në dorë ose kemi bërë një transplant të lëkurës, është bërë mpirja vetëm e atij pjesës ekstremiteti, vetëm në anestezion lokal. Edhe kur i ndëgjon fëmijë të vërtit ose të qaj, ti edhe pse mundosh me ndihmu, po nga ana tjetër frikës se mos shkakton një traumë prej asaj që po përjeton, ajo ka qenë pjesa më e vështirë, jo pjesa profesionale, po pjesa emocionale ka qenë ajo më e vështira. Ka pas djegjet për shembull të fytyrës, djegjet të ekstremiteteve kanë pas më shumë durve, këto kanë qenë pjesa më të vështira. Pa patët rastin që ndoshta të ndjeni atë momentin kur disa nga fëmijët janë shëru dhe ti shihni me buzëqeshje në fytyrë, ndoshta pas janë zgjuar nga operacioni dhe ke pasur rastin ti takosh ndoshta thjesht për të ndjerë një farë satisfaksioni dhe kënaqësi shpirtërore që po bëje diçka të mirë për dikë që vërtet ka nevojë për ju. Në ato qas ose në ato ditë që je atje me të vërtet këtë ndjenjë e hub, se sa do që bërë mirë duke se s'ke bo asgjë. Me të vërtet e hub. Në ato rrethana, se del prej spitalit, për shumë ata vinë ditë para dhe flenë para spitalit për ta morë një rend për operacion. Dhe kur del jashtë, e shifë që janë për shumë 300 fëmijë me familje. E disa do që merë një vetëm ushtonte, numri sa do që merë një ushtonte. Dhe me të vërtet kemi operu ndosa nga 7 ora 11 ose 12 natës kemi operu. Gjatë gjithë kohës dhe prapë nesër mëngjes nuk u zvoglon të numri, a ne kishim biletet caktuara, ka qenë emisioni caktuar me ditë që duhet ktheheshim. Sa ditë keni qëndru? 11 ditë. 11 ditë. Pra i bie që nuk arritët sërish ta mbaroni krejt atë turmën e njerëzve që... E kemi mbaru, kemi bërë për shumë turne edhe më shumë, e kemi mbaru, po gjatë gjithë kohës, çdo bisedë që shifsha profesorin tim, i thëshim, sot ma gjatë operim, sot ma gjatë, këtë operim deri më mëngjes. Është edhe një shumë human dhe një vullnetar i madh i çështjes humane dhe kemi operu që kryhet. Pasi u kryhin gjitha operacionet e bënëm një vizitë në repartin e fëmijëve për të pasur çka mund ndihmojmë. Po edhe atje ka qenë dëshpëruese ajo vizitë për arsye se shumica e fëmijëve që trajtoheshin aty kanë qenë shumica me sëmundje kancerogjene dhe e din që s'mund bësh asgjë për asnjë lloj fëmijë dhe për asnjë lloj nacionaliteti, se është diçka që mes medicinës dhe profesionit që janë të kufizuar me disa aftësi. Por me të vërtet ka qenë, për mua personisht ka qenë një emocion i papërshkruar dhe mendoj që ndoshta ka marrë një kontribut sado që i vogël ka qenë. Për ty Fatlum, nga kjo situatë të shkëputesh edhe të kthehesh në realitetin tënd në Gjermani, ku sheh njerëz të cilët kërkojnë perfeksionin, njerëz të cilët gjithmonë mendojnë që kanë nevojë për korrigjime. Si e sheh ti këtë pjesë në aspektin njerëzor, po edhe kur e bën balansin me atë profesional? Për shembull nga këtu, nga njerëz të cilët kanë nevojë për ndryshime apo ndërhyrje jetike dhe nga njerëz të cilët janë, do thoya, të pakënaqur apo gjithmonë kërkojnë ndryshime edhe kur janë të bukur për t'u parë, gjithmonë e kërkojnë perfeksionin. Si e sheh ti këtë pjesë? Për mua ka qenë ajo vula se nuk ka drejtësi në këtë univers ose në këtë jetë në ku jetoj. Me të vërtetë për mua ka qenë që nuk ka univers, do të thonë nuk ka drejtësi se dikush vuan për ujë dhe qumsht, dikush vuan për një luks. Dhe më thonë dhe më shumë është fokusit ai që vuan për atë luksin se ai që për kushtet elementare. Kjo ka qenë ajo. 2 javë e para, gjatë gjithë kohës e bisedosha me mentorin tim dhe shefin tim, nuk mund të kthejmë në realitet me atë që ne sot po bëjmë këtu për gjëra luksi, zmadhim gjoksi, zvoglim gjoksi, ose vithëve, ose body contouring me diçka që pengonte minimalja, ka për herë ditë operacion, ose për gjëra. Edhe ai në atë formën e vetë psikike ka punu shumë me mu dhe unë gjithë u konsultojsha gjatë gjithë kohës, ti thonë që sa e padrejtë është jeta, është fakt se sa e padrejtë është, ata me çka vujnë, po ndoshta janë geopolitikat më të mëdha që e kanë lënë atë vend pa zhvilluar dhe kanë shfrytzuar në atë formë, ose e kanë lënë në atë formë për ta shfrytzuar vetëm për interesat e caktuara geopolitike botërore, që ne nuk mund të ndryshojmë, për atë arsye dikur me kohë jam kthyer në realitetin që ta bëj punën për cilën jam i zgjedhur dhe vazhdoj specializimin për atë punë
dhe me kohë adaptohet. Njëri është një qenie që gjatë çdo kohe adaptohet me çdo lloj situate. Dhe jam adaptu dhe kemi fillu mu marrë me ata njerëz që ndoshta unë shpesh them, edhe mirë që kemi pacientat, po të njerëz thonë kur pyesin kolegë tjerë si ishte çfarë donte të krejt mirësh vetë psikikisht e ka një problem. Se edhe njerëz ka nevojë, po kërkesa psikike Mendon që ka ndikim shumë të madh këto trendet, fatlom ky perfeksioni që vazhdimisht na servohet në rrjetet sociale, influencere, modele të njohura, nuk e di, emra të njohur të industrisë muzikës, filmit, janë këto që zakonisht përçojnë një imazh të një perfeksioni. A kemi ardhur në atë pikë ku jemi vazhdimisht të pakënaqur nga vetja, apo nga ana tjetër ti e sheh edhe si përkujdesje ndaj vetes? Si e sheh këtë? Në çfarë niveli mund ta vendosim gjithë kërkim apo vrapim pas perfeksionit? Është diçka e shëndetshme ose ka kaluar më nga nevoja për të përmirësuar diçka te vetja, gjithmonë më shumë tek ajo pjesa estetike se sa tek nevoja për të përmirësuar diçka te vetja? Është çështje mentaliteti, po brenda ditës që mund të konsulta, ka kapluar gjithë botën, mendoj. E kuptoj. Çështje mentaliteti, për shembull brenda ditës rastisht kesh një pacient gjerman, 2 pacientë kesh të huaj nga gjithë bota, pasi 150 nacionalitete jetojnë në Düsseldorf. Edhe është shumë e çuditshme, them sinqerisht, kur është pacient gjerman, me të vërtetë them me shumë sinqeritet, ata saktë e dinë çka duan dhe nuk dojnë ta kalojnë atë limitin njerëzor. Domethënë, ndonjëherë them që këta e respektojnë Zotin më shumë se ne. Saktë e dinë se çka duhet. Po është një mentalitet që i Ballkanit ose shteteve lindore, ata duan të kenë diçka ekstreme. Janë dy gjëra shumë ndryshme. Është çështje mentaliteti, për shembull pjesa gjermane ose them evropiane duan të kenë intervenime, duan të bëjnë për shembull kirurgji plastike, intervenimet, po sa më natyrale tjetë. Mësuesa të normale, s'pa dal nga identiteti. Pyetja e parë është ose që kërkon prej teje thotë ti si mjek nëse mund ta bësh, po pa u kuptuar që e kam bë. Për ata është kjo ajo pikpyetja më e madhe se mjeku e ka këtë aftësi ta krijë. E njëjta gjë, po ja ofrove për shembull një paciente nga pjesa lindore ose nga pjesa e Ballkanit thotë që nuk ka një rit mjaftueshme se do të vërehet që ka bërë diçka. Do të thonë çështje mentaliteti. Por gjithsesi ky trend në aspektin botëror po merr një fluks shumë të madh për arsye se në Evropë është mirë që mbi 18 vite, do të thonë plus 18 preferohet dhe lejohet ligjërisht pjesa e intervenimeve kirurgjike dhe intervenime minimal invazive. Në disa vende të tjera vetëm bisedohet që të lejohet plus 12 vjet. Do të thonë me 12 vjet fillohet vetëm këto intervenimet estetike të bëhen, që janë vetëm estetik, pa nevojë, do të thonë vetëm çështje dëshiras. Gjithsesi Evropa ka një mentalitet pak më konservativ. Është mirë dhe zhvillohet me një trend më ngadalshëm. Sepse ne e dim që tiparet tek njerëzit, te fëmijët, do thoja ndryshojnë deri në një moshë të caktuar dhe mendoj që 12 është moshë ende shumë e vogël për të nisë me ndërhyrje qoftë edhe nga ato më të thjeshta. Disa vende të Amerikës vetëm e bisedojnë që ta lejojnë më herët, edhe disa vende tjera të Evropës, po siç e thekë ti vetëm është bërë një trend botëror që për shembull një vajzë re shef një model ose dika nga Instagram apo TikTok thotë du ta kem këtë bel ose du ta kem këtë gjoks ose du ta kem këtë trup, edhe vjen po. Trupat normale apo bukuria normale të konsiderohet si diçka e zakonshme dhe duam diçka jo të zakonshme, pra të dukemi të gjitha njëjtë. Ekziston një trend i çuditshëm, do thoya, edhe me kolegë tjerë, gjeneratat kanë ndryshuar pak se ndoshta atëherë kanë ardhur si pacient dhe kanë thonë brenda një viti duhet të bëj gjoksa dhe duhet të bëj pak fitness që ta rregulloj barkun vet, tash nga ajo që njerëzit koha ju mungon shumë. Birokratia shumë e madhe, intensiteti i jetës është rrit shumë, duhet për një kohë shumë të shkurtër ndoshta për 2 javë bëj gjithçka. Transformim komplet do thotë që pastaj thotë vetëm këtë 2 javë kam pushim se mandej jam me punë zan për tan vitin. Domethënë kërkesa shumë e madhe e kjo është ajo pikpyetja se çka lejohet për shembull në medicinë si shkencë për botën me pacientë dhe çka nuk lejohet. Se ti ndoshta ke aftësinë për ta bërë dhe mundsinë apo përvojën, po e lejon trupi. Se trupi nuk ka respekt shumë për këtë intervenim. Duhet të jetë shumë i kujdesshëm, si për shembull injektimin e pjesës yndyrore apo dhjamore, si që them BBL, Brazilian butt lift, është një operacion me rrezikshmëri të lartë, po qofse se pat mjeku përvojën, po qofse bën 2-3 operacione brenda një kohe për një herë dhe është pacienti 10 orë në narkozë,
normal që Ne rritet kemi edhe rreziku, po. ndëgju periudhën e fundit disa raste të modeleve apo influencerëve që kanë ndruar jetë duke bërë për një kohë shumë të shkurtër kaq shumë intervenime në trup. Besoj kjo duhet jetë. Kjo është Në këtë arsyeja. rast, Fatlum, në qoftë se pacienti të vdes në operacion, cilat janë pasojat që i merr mjeku? A nënshkruhet paraprakisht një marrëveshje ose nuk e di ndonjë kontratë? Atje në aspektin juridik është rregulluar shumë mirë me ligj se për çdo intervenim në Gjermani, për çdo intervenim, duhet të sqarohet deri në rastin e vdekjes. Dhe çdo pacient nënshkruan vetë. Për shembull, ka klinika bëhen me përqindje se sa janë rastet e vdekshmërisë dhe rastet e komplikacioneve. Ne si klinik kemi 0 raste. Jemi shumë të kujdesshëm, sqarohet shumë mirë, shifet një gabim është ose që mund ndodhe një gabim, pjesa e më përparshme e smundjeve të më hershme dhe analizave gjakut ose që ne dim se cilat faktorë mund binë deri taj rrezik që më të pahin pjesën medicinale, sqarojmë ata të gjithën, kërkojmë pjesën e laboratorit gjithën, pastaj vjen deri. Do të thonë është një procedurë shumë e gjatë në Gjermani për të futur deri tek operacioni. Do të thonë është një procedurë që merr shumë kohë në krahasim me atë që dëgjojmë vende të tjera ose që zhvillohet. Për atë arsye rastet janë shumë të vogla, po ka që ndodhë nga klinika tjera ose vetëm janë raste pa kujdesie më shumë që ata që ndodhë. E qartë. Dhe cilat janë ato trajtimet apo operacionet përveç kësaj pjesës BBL që e përmendet ti, cilat janë trajtimet më të kërkuara që i keni në klinikën tuaj, por që edhe ti eshe si mjek që ndoshta më së shumti i praktikojnë apo i kërkojnë pacientët? Më së shumti janë gratë pas shaqzanisë. Më thënë pas shaqzanive që bëjnë abdominoplasti, pastaj ngjitjen e muskulit, barkut, rectus abdominis që themin në medicinë. Këta janë ato operacionet që kërkojnë më shumë të body contouring. Domethënë pas shaqzanive janë gratë ata të cilët kanë përfunduar planifikimin familjar dhe dojnë përsëri të kthehen jetës së mëhershme, që kanë qenë para lindjes. Këta janë operacionet më të shpesha. Pastaj operacionet e gjoksit. Në fytyrë ka shumë produkte që ndoshta në Ballkan nuk janë ende të njohura ose të ardhura që planifikohen. Kemi edhe nga pacientët shtresat të ndryshme të njerëzve, ata që me të vërtet janë prominentë dhe kërkojnë diçka që se bëjnë të tjerët, ata të tjerë kërkojnë diçka që se bëjnë shtresa tjetër, po ka shumë. Po hyaluroni si trend gati është dalë prej modës, që këtu zhvilluar dhe bëhet shumë gati. Facelifting, kemi dëgjuar, po lexojmë gjithandej që thuhet që mendoj aplikohet më shumë tek moshat plus 40. Është e vërtet kjo? Se ne kemi dëgjuar raste që e bëjnë edhe moshat më të reja. Sa është e shëndetshme kjo për lëkurën, për fytyrën të bëhet para të 40-tave facelifting që është tërheqja e plot e lëkurës të fytyrës apo jo? A mund të na sqarosh pak këtë? Në qoftë se pacienti ka një moshë ose pacienti mbi 50 vite, ne bëjmë mbi 50, është jo e shëndetshme, po është estetike për ta bërë dhe ai për ta ndjerë veten mirë që në aspektin psiqik të krijojë një siguri më të madhe. Por në qoftë se bëhen moshën shumë të re, duhet të jetë mjeku me vërtet shumë i përvojë, se një lëvizje ose një gabim i vogël edhe mandej mundësi përmirësimi nuk ka. Tash facelift është një operacion që me të vërtet është trend, po ne bëjmë vetëm raste që janë me të vërtet të nevojshme, që e ka nevojat. Nuk e bëjmë për qëllimet financiare se pacienti ka mundësi dhe paguan, po pacienti e ka nevojë dhe duhet t'ia sigurojmë. Trendi tjetër te vajzat më të reja është që bëhet për shembull temporal lifting, pjesa nalt, fox eye, cat eye, domethënë janë disa trende më të vogla ose mini facelift, vetëm një pjesë e vogël, tërheqja e syve lart, janë disa procedura më të vogla që i bëjnë. Pacientët e moshës plus 50, domethënë janë të orientuar më shumë facelift, se janë ata pacientë të cilët kanë punu, edhe mund t'i kuptoj që gjithë jetën kanë punu shumë, janë biznesmen ose drejtor të kompanive ose drejtoresha që me të vërtet kanë arrit diçka dhe e dinë që nga jeta s'kan mund të shijojnë shumë se kanë qenë vetëm punë, e tash duan t'i kthehen të bukurës, mund t'i kuptoj. Është moshë edhe ku e përshtatshme dhe ata kanë të drejtën ta kompenzojnë atë kohë të humbur dhe ta dukun edhe më të ri. Sigurisht po. Përmendë pjesën e gjoksa, vazhdon të jetë edhe kjo një nga ndërhyrjet më të kërkuara nga gjinia femërore? E vërtet, është një ndërhyrjet më të kërkuara dhe bëhet pozitive kur bëhet për arsye se varet nga lloji i operacionit, por në qoftë se bëhet drejt se operacioni i gjoksit bëhet edhe një largim i gjandrës, domethënë ulet edhe rreziku i karcinomës. Domethënë ka raste që me operacionin e gjoksit zhvillojmë edhe rastin e karcinomës të gjirit. Është kjo operacioni vendosjes së implanteve ose ose implanteve ose lifting. Se ne kemi pas të përshtypje që është e kundërta, që rrezikon me vendosjen e implanteve, rreziku është pak më i lartë ndoshta. Nëse implantat janë no name ose që janë në treg, disa që me të vërtet sillen me çmim shumë të ulët atëherë po, se nuk di se çfarë lloj materiali është ose çfarë lloj
mikroplastikesh, sa është kancerogjene, por në qoftë se me të vërtet është diçka si material që është i certifikuar dhe i licencuar në aspektin evropian dhe botëror, vendos edhe mjeku e ka përvojën që e shef si mundësi që nuk mund ta dëmtoj gjoksin, formën e gjoksit, edhe po që se largon gjëndër, atëherë do të thonë uli vetëm rrezikun për karcinom të gjirit. Okej. Cila nga këto ndërhyrje për cilat folëm është nga më të komplikuarat në aspektin profesional, që duhet ndoshta më shumë kohë, më shumë precizitet, nuk e di. Facelift është më i ndërlikuar. Do të thonë facelift është një ndër operacionet më të vështira. Shumica e mjekëve në shtetet e zhvilluara, ata që bëjnë facelift bëjnë vetëm facelift, asnjë operacion tjetër, për arsye se merr shumë kohë edhe do një koncentrim edhe një punë milimetrike. Sa kohë? Ka mjek që normal merr kohë deri në 4 orë, po ka mjek që zhvillojnë 6 orë, 8 orë, kur dojnë në detaj punojnë. Edhe nga kjo punë, pastaj zhvillosh një body contouring ku duhet me forcë largohet djami, domethënë vetë trupi ose vetë forma e të punuarit e hupat perfeksionin. Për atë arsye ndan, po facelifti për momentin qëndron që një nga operacionet më të vështira. Okej, qartë. Ne kishim edhe një fotografi që dua ta komentoj, sepse dua të flasim pak edhe për doktor profesor Paluan, nëse nuk gaboj, që është top 10 kirurgët më të mirë plastik në botë, dhe ti ke pasur rastin që të punosh me të. Ne do ta ndërpresim atë fotografi dhe ta komentojmë pak eksperiencën dhe përvojën që ti ke pas, ndoshta nga ky bashkëpunim. Është kjo fotografi, po do ta pauzojmë. Sakt. Profesor Palua është një nga emrat më eminent dhe një nga mjek që ka operu ndoshta themi gjithë presidentat ose mbretin e Arabisë Saudite, është një nga emrat më eminent të kirurgjisë plastike, top 10, tash vetëm është zgjedh, domethënë shefi kirurgëve plastik në gjithë botën. Unë kam pas me prejardhësh italian, po jeton në Gjermani, kam pas rastin të operoj me ta dhe ka një simpati të veçantë për shqiptarët, dhe thotë se ju keni shumë talent, ju mund bëni ata më të mirët. Ka qenë përvojë shumë e mirë. Atje është pozitive se sa më i ngritur tjetë në aspektin akademik ose profesional është më i thjeshtë për bisedu. Do thonë nuk e ke atë pengesë që ndoshta është ky person dhe mos ta kesh guximin të flasësh e të bisedosh, po thjesht janë shumë të lirë. Këtë pjesë e kemi pa problem për të qasë në bisedë. Është shumë profesionalistë i mirë, shumë. Çfarë ka ndryshuar në aspektin tënd profesional apo vizionin për këtë profesion, takime që ke pas me të, diçka që ke pa ndryshe në mënyrën se si ai punon apo strategji e punës që ai i ka, nuk e di. Qoftë në aspektin profesional apo njerëzor, çfarë ka ndryshuar tek ti takimi me të? Do të them diçka ndoshta mos largon shumë nga tema, më shumë është humor. Kolega im që është me mu, duke ditë karakterin tim, tha ke kujdes, tha se atje drejtohesh gjithë me formën formale ju, zotëri, jo ti. Tha ke kujdes, tha që mos jetuj me ta, se shumicën kur i drejtohen këtë formë, tha i nxjerr nga salla, tha shkreti ka nxjerr, tha po sot tha me mu, tha nuk do ta baj. Këtë unë drejtova me ti. Edhe i tregova pse ju drejtoj me ti, se ne thashë ne nuk ekziston, fakt është në gjuhën shqipe, po nuk e përdorim, për atë arsye thash nuk di si të drejtohem. Edhe mur me shumë simpatike gjë dhe kemi operuar së bashku dhe gjatë gjithë kohës më kalon shumë punojmë brenda kohës të operacionit. Nga profesor Palua ka mësuar se në qoftë se bëhesh shumë i suksesshëm, është shumë mirë, po nuk do të kesh kohë kur për familjen. Kjo ka qenë ajo pozitive dhe ajo që mu ndoshta më ka mbrengos pak. Sepse brenda gjithë kohës kjo është çdo udhtim, për shembull në Dubai, në Katar, në Rusi, në Amerikë, gjatë gjithë kohës është në fluturime për operacione dhe për atë arsye ka thënë nëse bëhesh shumë i mirë e ke shumë rrezik, për shembull pjesën që nuk e kohë për familjen. Po, disavantazh që familja, se atje punohet shumë, oraret janë shumë gjata, pacientit i kushtohet shumë rëndësi dhe pjesa e telefonit ose pjesa e jetës private në punë nuk vlerësohet. Do të thonë kur je në punë je vetëm për punën, nuk e qasje me telefon ose me gjëra tjera, për atë arsye kjo është ajo mangësia dhe këtë ma tha, pastaj nisa të mendoj që me të vërtetë ndoshta është mirë të jesh i mirë, është mirë të punosh, po jo deri në atë që se ne fundit jemi shqiptarë dhe për ne familja është prioritet. Familjen deri në atë nivel me këtë. Që po thua besoj këtë po e kuptoj. Se ne nuk e kemi në gjenetikë ose në traditë ose në kulturë që të sakrifikojmë familjen për karrierë. Duam që paralel t'i vazhdojmë të dia dhe e din që me gjeneratat kanë treguar se kanë mund t'i mbajnë dhe i mbajnë këto standarde që të dijat paralel t'i vazhdojnë, po jo deri në atë nivel që familjat neglizhohet. E vërtet. Po, pajtohem. Cili ka qenë ai momenti më
ka qenë më shumë përgjithësi derisa ishe duke u vëzhguar nga ai, apo ke pasur në ndonjë moment stres, themi, derisa ai e ka vëzhguar komplet procesin e operimeve që i keni bërë bashkë? Çfarë ndjenje ka qenë, apo ndjenjë mix? Si e ke përjetu? Unë gjatë kohës që kam kështu raste më ndodhen shpesh, ndoshta për herë të parë kur se në klinikën tonë vinë shumë mjek të hospitojnë ose të mësojnë nga shumë shtete ndryshme, dhe kur jeni në vëzhgim nga dikush tjetër ose kur e di që është një emër eminent me një shtet tjetër, ndoshta ke atë kompleksin ose atë ndjenjë se çka po mendon ose çish po e zhvillon punën, po unë për këtë pjesë jam bukur i përgatitur, pa kompleks, e bëj atë që di më së miri, dhe ndonjëherë ndoshta e lë veten në atë pozitë dhe dal nga pozita e tretë. E shoh veten nga ai, domethënë nga pozita e tretë, fundit unë jam këtu, nuk mund të shoj për askënd. Me profesor Paluan më ka qenë me shumë humor, edhe ai ka qenë disponim shumë të mirë dhe kemi kaluar mirë, saqë me të vërtet as nuk e kam pas çështën se çka mund mendoj. Ma kalon për shqipjen sikur kemi operuar se operojmë që sa vite së bashku. Bukur shumë. Tani kemi edhe një video të cilën e kemi lënë për në fund, bëhet fjalë për hapjen e beauty salon apo salonit të bukurisë që e keni hap në Prishtinë bashkë me mjeshtrin e flokëve, do thoja, është Dashi Krasniqi apo jo, ai i cili është shumë i njohur jo vetëm në Gjermani, meqense ka bashkëpunuar me disa nga yjet më të njohur edhe të Hollywoodit, por shqiptar po e po. Thuaj si lindi bashkëpunimi juaj? Unë e di që ti vjen një herë në muaj në Prishtinë kur ka prenotime për ato termine të cilat i ke planifiku, po si lindi gjithçka? Domethënë të bëni një mix kaq të bukur në një salon të vetë, në bukurie. Gjatë kohës që unë jam, domethënë, i vendosur në Düsseldorf, Dashi ka qenë vetëm të punu atje dhe ka një karrierë të bushme në Düsseldorf. Për mua që ka qenë interesante dhe që kam ndesh gjithë, është një projekt që gjatë kohën e bisedojmë për ta bërë bashku. Domethënë, të bëjmë diçka që nuk e kanë të tjerët. Kjo ka qenë ideja që të bëjmë diçka që me të vërtetë se kanë të tjerët. Kjo ka ardhur si ide nga pacientët, cilët për shembull kanë ardhur për të bërë diçka ose një konsultë, më thonë, të lutem më shpejt se nuk kem ku duhet të shkoj për shembull të rregulloj këtë. Sidomos se me vajzat, se 70-80% e kemi punën me vajzat, duhet të shkoj të rregulloj thonjët ose duhet make-up ose duhet frizurë. Këtu ka ardhur ideja se pse që mos lëvizin të shëtiten e për salonet, i kenë gjitha shërbimet. Gjithë me një vend, domethënë. Edhe tash në këtë pjesën e këtu sallonit estetik bëhet pjesa e konsultave, pjesa e minimal invazive që themi ne, dhe pjesa operative bëhet në Düsseldorf, tarma pretendojmë të bëjmë në Shkup ose në Prishtinë. Po ka qenë një ide që gjatë kohë kemi punu së bashku për të ardhur deri në finalizimin e suksesit, pastaj erdhi korona, u ndryshun planet, patëm durim derisa e finalizu. Si projekt është prit shumë mirë, edhe njerëzit e kanë interesin për arsye se vinë, domethënë përfitojnë kohë, janë brenda një kulmi ose në një kulmi kanë të gjitha llojet e shërbimeve. Kjo është shumë pozitive, sidomos pjesa e diasporës që ata e vlerësojnë dhe e dinë çka është koha, ata e vlerësojnë shumë mirë. Vinë me plan të projektuar që më herët. Sidomos në Prishtinë verës ose kohët e sezonit sa shumë fshirë për të lëvizë dhe ata gjithaj kanë me një vend, e vlerësojnë shumë dhe na falenderojnë për këtë që ja kemi ofruar një shërbim me një vend, gjithçka me një vend. Kam edhe një pyetje të fundit, meqense kemi arritur gati në minutat e fundit. Pse vajzat apo gratë e estradës hezitojnë të pranojnë që kanë bërë ndryshime dhe na krijojnë një iluzion që mundet në një kohë rekord të transformohet trupi, fytyra apo në arsyetimin që kemi ndryshuar, jemi rritë e kështu me radhë, ndërkohë që ne shohim dallime shumë të mëdha. Pse mendon që hezitojnë në këtë? Për arsye se unë jam e sigurt që kemi pas bashkëpunime me shumë prej tyre, nuk do përmendim emra. Tash nga masa e normale, ti them, është shumë vështirë të arrijnë deri te çështjet financiare për ta kryer këtë shërbim. Tash pjesa e estradës financiarisht i kanë punën ndoshta më mirë dhe e kanë më lehtë. Dhe kanë një farë presioni profesional që të duken vazhdimisht bukur, në formë, të jenë në një farë mënyrë perfekte. Sakt. Ndoshta për ta ruajtur atë imazhin se bëjnë sport shumë, kujdesen mirë, ushqen shëndetshëm, për ta përcjellë një mesazh më të shëndosh e jo për të thënë që kanë bërë. Me të vërtetë për ceki për shumë në klinikën e Gjermani, atë shumë bëjmë për shumë pacienta VIP, aty themi ne, ose prominent, nga që ndonjëherë thonë, po të jenë ata gjithë publik, do të më kish njohur gjithë bota. Po ata nuk e lejojnë, nuk e kanë qef këtë pjesë që cekë ti, edhe unë pajtuar me atë pjesë. Pra nuk është trend vetëm te shqiptarët, është gjithandaj. Është një trend, po është një trend botror. Ti si mjek e shet të shëndetshme këtë pjesë? Nuk është të shëndetshme, më thënë duhet të jenë të sinqertë. Për hir të publikut, në qoftë se ka publik që ata i respektojnë, i nderojnë dhe janë fansa siç
quajnë ata, me të vërtet është e shëndetshme t'ju thu se çka kanë Sonë bërë. shumë e teksuar është kjo tek nënat apo te vajzat që bëhen nënat e gratë. Ne shohim shumë këngëtare që menjëherë pas lindjes rikthehen me super forma, ndërkohë që procesi normal natyror i trupit nuk e lejon që në kohë rekord të rikthehet ashtu siç i shohim në format perfekte, kështu që mendoj që në një farë mënyrë sinqeriteti do ishte shumë korrekt me fansat dhe me gjithë ata që i duan dhe admirojnë. Po ata kanë vetëm në formë të biznesu dhe kanë vetëm formë, më thënë këtë pjesë. Në qoftë se edhe këtë pjesë tregojnë që janë bërë përmes operacioneve dhe kanë ardhur përmes rrugëve jo të shëndetshme, të themi, me të vërtetë ndoshta i paraqet probleme edhe në biznesin e vet, për atë arsye zgjedhin që ta mbajnë më të shehtë. Po kjo logjik duhet të jetë. Edhe pse kur s'kam pas biseda ta forta se unë jam mundu ta kryj për shumë pjesën time profesionale, pjesën tjetër nuk më ka interesuar se a don ta paraqes ose a s'don. Ka qenë edhe ngele diçka personale nga Gjermania. Prandaj edhe nuk ke ndërhyr më shumë se sa duhet. Faleminderit shumë kënaqësi, faleminderit shumë që na e dhe mundësinë të njohim për te profesionit, ta njohim atë djalin e vogël nga një fshat i vogël që ka arritur të realizojë ëndrrën e tij në një nga klinikat më prestigjioze, një ndër më të mirat në Europë. Kështu që faleminderit shumë, ishte vërtet shumë kënaqësi që patëm këtë bisedë sot bashkë. Faleminderit edhe juve, kënaqësi dhe faleminderit gjithë stafit juaj. Të dëshirojmë shëndet dhe vetëm sukseset na bësh gjithandej në gjithë botën. Faleminderit. Pas kësaj bisede kaq të bukur dhe inspiruese të dashur miq, unë si gjithmonë edhe sot falenderoj Brendin Mango për veshjet e mia, ndërkaq juve ju le takim nesër me kolegen time Ilmien. Deri atëherë qofshim me shëndet dhe mirëmbëjtje.